Ky shkrim që më ka mbritur nga një djalë thot kështu: Është e çuditshme se si disa njerëz mbushin gojën duke të thënë të dua, por hapin e parë të vështirësisë thjesht largohen. Njerëz që të bëjnë premtime të mëdha e pastaj të lënë duke mbajtur në dorë rrënojat e atyre premtimeve. Dhe kur ikin, të lënë atë fjalinë e thjesht, por kaq hipokrite. Sido që të shkojnë gjërat, ti e ke derën hapur tek unë. Por le të jemi të sinqertë. Kjo është gënjeshtra më e madhe, sepse ai që të do me të vërtet nuk ta lë derën hapur për t'u kthyer mbrapsht pasi të ka lënë vetëm. Ai që të do me të vërtet rri me ty. Nuk largohet kurrë për të parë nëse dera është ende e hapur. Kush të do nuk e ndërton lumturinë duke të lënë ty pas.